Të hapur enkas nga produksioni pas ofendimit të rënd drejtuar moderatores Arbana Osmani, llogaria e saj në Instagram është përditësuar me disa mesazhe të gjata nga familjarët. Megjithatë, ky reagim duket se është fshirë shumë shpejt dhe nuk gjendet më në profilin zyrtar të ish-banores. Në fotot nga Instastory që qëndruan shumë pak kohë online, familjarët theksojnë ngarkesën e paimagjinueshme emocionale dhe sulmin e pafund publik që është bërë drejt saj. Ata i bëjnë thirrje rrjetit për më shumë maturi në gjykim, duke theksuar se askush nuk është i pafajshëm për të hedhur gurin e parë. Në postime bëhet e ditur gjithashtu se Ola tashmë ndodhet e qetë pranë familjarëve të saj dhe u shpreh mirënjohje të gjithë atyre që e mbështeten në këtë pozicion të vështirë. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen në këtë seri postimesh të fshira është një thamb i drejtë dhe mjaft i qartë i adresuar për Arbana Osmanin. Kujtojmë se në mbrëmjen kur ndodhi incidenti i ofendimit, moderatorja vendosi ta mbyllte spektaklin me një mesazh për publikun. Nuk ka rëndësi se çfarë ju thon, por rëndësi ka si reagoni pasi ju a thon. Pikërisht këtë frazë kanë vendosur të përdorin familjarët e Olës në fund të reagimit të tyre, duke e kthyer atë në një sulm ndaj prezantatorese dhe duke lënë të kuptohet se ajo nuk pati guximin të përballej vet, por përdori fuqinë e produksionit për ta eliminuar. Mos harroni, nuk ka rëndësi çfarë ju thuhet, por si reagoni kur ju thuhet. Dikush reagon ball për ball, e vetme. E dikush nuk ka nevojën e as guximin ta bëj këtë, por e bën përmes një skuadre që e ndjek më pas, shkruhet në postimin përmbyllës të familjarëve, i cili më pas u zhduk nga rrjeti.